Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimit shenjtë Krishti u ngjall. Kisha ortodokse na nxit të lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 15, vargu 35 deri në vargun 41. Për mos u mburë kohë, le të fillojmë të lexojmë këtë pjesë të librit të Veprave të Apostujve dhe ta komentojmë sipas ëndrrave të kishës ortodokse. Dhe lexojmë: Dhe Pavli e Barnaba qëndruan në Antioki duke mësuar, duke shpallur me shumë të tjerë fjalën e Zotit. Pas disa ditësh Pavli i tha Barnabas: le të kthehemi të shohim vëllezërit tanë në çdo qytet ku kemi shpallur fjalën e Perëndisë për të parë si janë. Dhe Barnaba donte të merrte me vete Joanin, të quajtur Mark. Po Pavli mendonte se nuk duhet marrë me vete atë që ishte ndarë për tyre në Pamfili dhe nuk e shkuar me ata në punë. Atëherë lindi një grindje sa që ata u ndan njëri nga tjetri. Pastaj Barnaba mbasi mori Markun, lundroi për në Kipër. Por Pali zgjodhi Silën dhe u nis, pasi vëllezërit e lanë në hir të Perëndisë. Dhe përshkoi Sirinë dhe Kilikin duke forcuar kishat. Kjo pra është pjesa që lexojmë sot nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 15, vargu 35 deri në vargun 41. Le të fillojmë varg për varg, që nga vargu 35 dhe t'i komentojmë ashtu siç na mësojnë dhe etrit e kishës. Dhe Pavli dhe Barnaba qëndruan në Antioki duke mësuar, duke shpallur me shumë të tjerë fjalën e Zotit. Pra, Shën Pavli dhe Shën Barnaba nuk u larguan menjëherë pas suksesit të tyre në Antioki, por ata vazhduan të mësonin me shumë të tjerë. Pra nuk ishin vetëm ata, por dhe të tjerë dishepuj që mësonin komunitetin e krishterë ortodoks në Antioki, që siç thamë dhe u quhet për herë të parë krishterë. Shën Joan Gojardi thotë se apostujt nuk kërkuan lavdi personale, ata punonin në bashkësi me të tjerët, kisha nuk ndërtohet nga një hero i vetëm, por nga shumë shërbëtorë. Këtë shikojmë dhe në personin e Zotit Jezu Krisht, që është i dërguar i Atit bashkë me Shpirtin e Shenjtë, por dhe Zoti Krisht, edhe pse mund ta bënte punën vetëm, ai zgjodhi 12 apostujt dhe 70 dishepuj. Pra, gjithmonë duhet shikojmë punën kolegjiale brenda kishës. Brenda kishës, që është trupi i Krishtit, ka dhurata të ndryshme, që menaxhohen nga hiri i Perëndisë nëpërmjet episkopit, që është një mbikëqyrës ose priti të enorisë, dhe kështu pra e gjithë kisha si një trup ka funksionin e saj. Askush nuk mund të thotë që unë mund t'i bëj të gjitha dhe i di të gjitha, kushdo qoftë ai, por të gjithë kanë një dhuratë dhe janë pjesë e përbashkët e punës së Zotit në kishë. Mesazhi i sotëm pra është kjo, që neve duhet të ruhemi nga individualizmi në jetën shpirtërore, pra shërbimi im, dhuntia ime, por ne duhet shikojmë që nuk jemi vetëm unë dhe imja, por e të gjithë neve. Dhe askush nuk është i pazëvendësueshëm. Mësimi i fjalës së Zotit kërkon vazhdimsi, jo entuziazëm të përkohshëm. Pra, se apostujt Pavli dhe Barnaba qëndruan në Antioki dhe vazhdonin të mësonin. Por le të vazhdojmë edhe të flasim për vargun 36. Pas disa ditësh Pavli dhe Barnaba thanë: le të kthehemi të shohim vëllezërit tanë në çdo qytet ku kemi shpallur fjalën e Perëndisë për të parë si janë. Pavli nuk mendonte vetëm për predikimin, por dhe për gjendjen shpirtërore të besimtarëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Shën Theofilakti i Jorit vëren se bariu i vërtet, siç ishte dhe apostulli Pavli bashkë me Barnabën, nuk kujdesen vetëm për të mbjellë faren, por edhe të shohin frutin dhe po ashtu edhe vështirësitë, ose si bariu i cili nuk kujdeset vetëm për ta mjel baktin e tij, por edhe ta ruaj dhe ta kullos. Pra duhet një kujdes i vazhdueshëm. Ky është një mesazh dhe për neve sot. Shpeshherë njerëzit bëjnë projekte, kanë aktivitete, postime, flasim në komunitetet kishtare, por harrojnë një person real. Do me thënë, neve duhet bëjmë aktivitete, por këto duhet i bëjmë për besimtarët, kështu që duhet i shikojmë besimtarët në mënyrë personale, të rikthehemi dhe të shikojmë dhe të kujdesim për jetën e tyre. Prandaj, kjo është shumë e rëndësishme. Kisha nuk është një organizat që thjesht interesohet për shifra, numra, projekte. Kisha si trupi i Krishtit interesohet për çdo besimtar në mënyrë personale. Prandaj kisha gjithmonë i kujton njerëzit
në mënyrë personale, jo vetëm në misteret kishtare, por edhe në jetën e tyre private, në vështirësitë ekonomike, në problemet e tyre shëndetësore ose shoqërore. Prandaj duhet që një bari i mirë i kishës, siç ishte edhe Apostulli Pavli dhe Barnaba, jo vetëm të bëjë atë shërbimin në kishë, por duhet të kthehet dhe takoj besimtarët në jetën e tyre private, në familjen e tyre. Ato si i quajmë dhe vizita baritore ose kujdes baritor. Por le të flasim për vargun 37 dhe Barnaba donte të merrte me vete Joanin të quajtur Mark. Në vargun 37 na tregohet se Barnaba, i cili ishte edhe njeri i mirë, i mbushur me Shpirtin e Shenjtë, kërkon të marrë përsëri Markun ose Joanin, i cili ishte edhe nipi i Barnabas, por që ai kishte treguar edhe një dobësi, në një moment ai ishte larguar nga apostujt Barnaba dhe Pavli dhe ishte kthyer në Jeruzalem, për shkak të moshës së tij të re. Por përsëri shikojmë që Marku kishte shprehur dëshirën që të ishte pjesë e misionit, që do të thotë që njeriu ka lëvizjet e veta, por ndryshon. Asnjëherë nuk duhet të bëjmë një konstatim të një fraksioni, të një kohe, të një personi, por do të shikojmë atë në vazhdimsi. Sipas etrëve, shohim se Barnaba ishte një figurë ngushëllimi. Emri i tij do thotë bir ngushëllimi, dhe emri i Barnabas, si them ne, ai përshtatet edhe me vet Barnabën. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse nuk është rasti emri që dhe mbajmë, pavarësisht se mund na duket rasti, por po të shikojmë me vëmendje, emrat tan duhet të shprehin edhe jetët tona. Shënjë rënimi thekson shpesh se Perëndia i ngre shenjtorët pikërisht pas rënies së tyre. Domethënë, edhe Joan ose Marku ra, ai pësoi një ngritje të madhe. Jo vetëm një ngritje që u bë një dishepul përsëri, po ai u bë edhe një nga 4 ungjillorit. Mesazhi i sotëm i këtij vargu është se shoqëria moderne shpesh i vulos njerëzit, domethënë i shikon ata si shifra, i shikon si numra, jo thjesht si persona, ose i ndan përfundimisht. Ai dështoi, ai nuk ndryshon, nuk vlen më. Por duhet kemi kujdes. Njeriu është një qenie e ndryshueshme, nuk është qenie statike, edhe në qoftë se rrëzohet ai mund ngrihet, vetëm ëngjit u rrëzuan dhe nuk u ngritën, dhe këtu kem fjalën për Eosforin dhe ëngjit e rënë, po njeriu është një qenie që brenda kohës dhe hapësirës mund të ngrihet, mund të rrëzohet dhe mund të ngrihet. Dhe aq më tepër këtu bëhet fjalë për përkujdesin hyjnore. Zoti nuk do që njeriu të humbas. Pra edhe kur rrëzohet, Zoti nxit bashkë me kishën e tij që njeriu të ngrihet. Prandaj edhe kisha është një spital ku neve shkojmë kurojmë sëmundjet tona, dhe jeta jonë shpirtërore është një ulje ngritje. Rëndësi ka që neve mos mbetemi të rrëzuar ose të ulur, por të ngrihemi dhe të vazhdojmë shërbimin e Zotit, ashtu siç e shikojmë dhe tek ungjillori Marku, që në një moment ai tregon një dobësi, u largua misioni, por u kthye përsëri me dëshirën për mision. Në vargun 38 lexojmë, po Pavli mendonte se nuk duhet të marrë me vete atë që ishte ndarë prej tyre në Pamfili dhe nuk ishte shkuar me ata në punë. Në këtë varg tash na tregohet diçka serioze që ndodhi midis Pavlit dhe Barnabas. Pavli mendonte praktikisht, misioni kërkon besueshmëri dhe qëndrueshmëri. Sipas etrëve dhe Shën Joan Gojarti, na thotë që Pavli nuk ishte zemërgur, siç ishte edhe Barnaba i mëshirshëm, por ai ishte i kujdesshëm për veprën e ungjillit. E shikonte këtë me shumë seriozitet dhe Pavli kishte frikë se dobësia e mëparshme e Markut mund të përsëritet. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për një shëtitje në park, po bëhet fjalë për një mision, si delet të shkonin midis ujqërve, pra te paganët. Dhe në qoftë se Marku do tregonte përsëri një dobësi, do dështonte edhe misionin. Mesazhi i sotëm është, këtu shohim dy virtute, te Pavli dhe tek Barnaba. Barnaba shikojmë mëshirën, te Pavli shikojmë përgjegjësinë, seriozitetin. Dhe sot neve kemi nevojë për këto dy gjëra. Domethënë kemi nevojë edhe për mëshirën, kemi nevojë edhe për seriozitet. Si ajo një familje biologjike ka nevojë, prandaj duhet figura e babait, që është figura e autoritetit, e seriozitetit, dhe figura e nënës, figura e mëshirës dhe mshurisë. Por edhe në kishë na duhen këto dy figura
Kisha ka nevojë për falje, por ka nevojë dhe për seriozitet dhe autoritet. Kështu edhe shoqëria jonë. Pra, mund të themi se e vërteta padashuri është e ashpër, ose si them, është abuzim, kurse dashuria për vërtet bëhet një dobësi. Prandaj janë të gëshetuar si te Perëndia, Perëndia është dashuri dhe drejtësi, por edhe brenda kishës kemi dy këto virtute që nuk mund t'i ketë një person, por i kanë persona ndryshëm. Prandaj në kishë kemi nevojë për të gjithë personat, për gjendje ndryshme shpirtërore, për virtute të ndryshme, dhe po ashtu besimtarët mund të gjejnë tek çdo një person që ka një drejtim në kishë, ka një status, ka një hir ose etrit shpirtëror që të shkojnë dhe të përballen edhe me dëmshurim, por edhe me të drejtësinë ose seriozitetin. Por le të flasim dhe për vargun 39. Në vargun 39 na thuhet, atëherë lindi një grindje sa që ata ndanë njëri nga tjetri, pastaj Barnaba mori Markun, lundroi për në Qipro. Në këtë varg na tregohet një vërtet që nuk është e mirë, është e hidhur disi, por është reale. Midis apostujve, edhe pse ata ishin të thirrur nga Krishti, ishin në frymëzimin e Shpirtit Shenjtë, prap shikojmë natyrën e tyre njerëzore, natyrën e dobët njerëzore, dhe ata patën një konflikt. Sipas Hetrave, shikojnë që shkrimi i shenjtë, ose libri i veprave të apostujve që u shkruhet nga ungjillori Luka, dhe ungjillori Luka këto dëshmi ka marrë nga apostulli Pavli, nuk e fsheh këtë ngjarje. Ata, pra si Pavli dhe Barnaba, tregojnë se shënderia nuk e zhduk me njëherë natyrën njerëzore. Shikoni se apostujt, dishepullët, nuk ishin alien ose që s'ekzistojnë, por në kuptimin figurativ. Ai ishin qenie njerëzore siç jemi edhe neve. As ëngjëj të pagabushëm. Madje Zoti thotë te Jobi që gjen gabime edhe të ëngjëjt. Ata ishin njerëz me probleme, dhe pavarësisht se ishin me shpirtin e shenjtë ose të mbushur nga Shpirti i Shenjtë, prap ata ishin në procesin e shenjtërimit dhe të unizimit, në atë që quhet përsosja. Kështu që është një proces, prandaj edhe brenda kishës nuk duhet shikojmë gjëra perfeksion, ose si tek njerëz që cilët kanë një detyrë ose një status lart të kishës, si një episkop ose një prift ose një teolog, janë katekist, janë njerëz të cilët kanë dobësinë e tyre. Prandaj, thotë Zoti, dëgjojeni mësuesë ligjit, mos bëni si bëjnë ata. Mos mendoni se në kishë gjërat janë perfekte. Kemi të bëjmë me njerëz, me dobësi njerëzore, por duhet shikojmë atë çfarë është e Zotit dhe çfarë është njerëzore. Duhet i ndajmë gjërat. Shën Agustini thotë se Perëndia lejoi edhe këtë konflikt që të shkruaj për besimtarët që të mos dëshpërohen kur shohin dobësi tek njerëzit e shenjtë. Pra, edhe te njerëzit e shenjtë ka gabime dhe dobësi. Prandaj edhe kisha është e kujdesshme kur shpall një njerëz shenjtor, por është dhe e vërtet, edhe kur shpall shenjtor, ajo thotë që për shembull në këtë pjesë kisha për shembull nuk bie dakord ose është një mendim i shenjtorit, por nuk është i gjithë ndërgjegjës universale të kishës. Pra bëjmë fjalë jo për çështje thelbësore, doktrinale, ose morale, por për opinione ndryshme ose edhe për një dobësi njerëzore e cila është tejkaluar nga shenjtori, është penduar, është kuruar e gjitha. Pra, është një proces. Kisha është spital që shëron smundje, nuk është muze shenjtorësh. Ta kemi parasysh të. Megjithatë, e treksojnë midis atyre, Pavlit dhe Barnabas, nuk pati urrëtie, nuk pati zë nga kështu ordinere, as ndarje nga besimi, po ata të dy vazhduan të shërbenin Krishtit në rrugë të ndryshme. Mesazhi i sotëm i kësaj pjese është konfliktet do ndodhin edhe në familje, edhe në kishë, edhe mes miqsh, edhe mes shërbëtorëve të Zotit, por pyetja është, a do të ketë konflikt për të na ndarë, apo ky konflikt ka, si them, ka shkaqe. Çfarë janë këto shkaqe? Domethënë, shkaqet është egoizmi, është zilia, është akmarrja, por duhet edhe apo krenaria, duhet edhe ti shikojmë këto dhe ti tejkalojmë. Por s'duhet të ndalojmë shërbimin. Duhet të ecim brenda ose në ecje dhe në lëvizje Zoti na drejton. Edhe kur kemi gabim, ai përsëri ndryn jetën tonë edhe na kthen nga kursi i gabuar, siç do bëj edhe me Pavlin dhe me Barnabën, që ata edhe pse u ndan për një farë kohe, ata përsëri u bashkuan, edhe Marku ose mirë thash ose Johani, edhe pse apostulli Pavli për një moment
mendoj se nuk ishte i dobishëm, do të shikoj më vonë që ai e kërkon vetë Markun që të vijë dhe të takoj Pavlin se për të është shumë i dobishëm. A kuptoni si gjërat ndryshojnë? Duhet kemi kujdes se sot njerëzit largohen për një situatë, për një zëng, për një keq kuptim, përgjithmonë, dhe e largohen jo vetëm nga shoqëria, por ndonjëherë largohen edhe nga kisha. Ky nuk është justifikim, sepse thamë që kisha nuk është e asnjë njeriu, kisha është trupi i Krishtit, është shtëpia e Perëndis. Ne jemi njerëz me dobësi, duhet të kuptojmë njëri tjetrin, të durojmë njëri tjetrin, të falim njëri tjetrin dhe të merremi vesh me njëri tjetrin dhe të vazhdojmë shërbimin e Zotit. Brenda këtij shërbimi, brenda kësaj rruge, dhe Zoti do të zgjidhë edhe kontradiktat tona njerëzore, siç bëri edhe me Pavlin dhe me Barnabën. Dhe shikojmë vargjet më poshtë, në vargun 40 thuhet: po Pavli zgjodhi Silën dhe u nis pasi vëllezërit e lanë në hijen e Perëndis dhe përshkoi Sirin, Kilikin, duke forcuar kishat. Në këto vargje na tregon se misioni vazhdonte, edhe me gjithë dobësirat njerëzore dhe me konfliktet ose ndarjet njerëzore, por Perëndia në gjithë urtësinë e tij e përdori për mirë. Pra, shikojnë që Pavli mori Silën dhe shkoi në drejtim tjetër, kurse Barnaba mori Markun ose Joanin dhe shkoi në drejtim tjetër. Pra, shikojmë që Zoti tani bëri dy grupe misionarësh, apostujsh. Kështu që e keqja njerëzore u përdor për të mirë. Perëndia mund të nxjerrë edhe nga një situatë e vështirë ose njerëzore, mund të nxjerrë gjëra të mira për lavdinë e tij dhe në shërbim të kishës. Prandaj jo çdo gjë që duket për keq është për keq. Pra, duhet të jemi më vizionar dhe të kalojmë gjërat. Sepse kur njerëzit pendohen dhe vazhdojnë në porosi, Zoti mund ta kthejë atë që është një plag brenda shoqërisë në një bekim. Dhe Shën Grigori i Madh thotë se shërbëtori i Zotit nuk duhet të ndalet në plagët, në problematikat personale, po të vazhdojë të ndërtojë trupin e Krishtit. Dhe për sot, mund të themi se njerëzit shpesh ngecin te zhgënjimi, te konfliktet, tek padrejtësitë dhe nuk përparojnë. Por Pavli vazhdoi rrugën dhe ne thirremi të mos mbetemi peng të së kaluarës, të mos ndalojmë së bëri mirë dhe të forcojmë të tjerët edhe kur kemi dhe plagët dhe vështirësitë tona. Dhe Zoti vetë për gjatë jetës sonë do t'i zgjidhë problemet. Edhe do t'i shuaj edhe konfliktet, edhe do të nxjerrë të vërtetën ose drejtësinë, ose dhe do të shuaj keq kuptimet sepse jemi natyrë njerëzore. Kështu pra, të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, le të shikojmë këto vargje dhe ti praktikojmë dhe në jetën tonë, si në jetën tonë familjar shoqëror, por dhe në atë kishtar, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.